1.300 njerëz. Është gjithçka që mbetet nga një prej linjave njerëzore më të vjetra në planet. Ndërsa ju e lexoni këtë, Hadzabe të Tanzanisë zgjohen për të gjuajtur dera të egër në të njëjtën mënyrë siç bënin paraardhësit e tyre kur egjiptianët as nuk ndërronin ende të ndërtonin piramida. Nuk është aktrim për turistët. Nuk është ritual simbolik. Është mbjetesë reale, me gjak real, në një tokë ku një gabim do të thotë vdekje. Dhe bota as nuk e di që ata ekzistojnë. Nëse jeni të apasionuar pas kafshëve të egra dhe dokumentarëve të vërtet, mos e lini këtë video. Shikoje deri në fund, regjistrohu tani në kanal dhe komento nga po na ndjek. Dielli ende nuk ka lindur mbi lago Eyasi kur Gudo hap sy. Nuk ka orë me ziles. Nuk ka celular që dridhet mbi komedinë e krevatit. Trupi thjesht e di që është koha. 40.000 vjet memorie gjenetike e kanë programuar këtë zgjim për të ndodhur në momentin e saktë kur errësira fillon t'ia lëshoj vendin toneve të para të hirit në horizon. Gudo ngrihet nga kasollja e tij e bërë me deg, gjethe dhe barë të thatë, një strukturë që mund të montohet në më pak se 2 orë dhe të braktiset të nesërmen pa asnjë pendim. Hadzabe nuk lidhen pas vendeve. Lidhen vetëm pas asaj që e mban jetën në punë. Ai vëzhgon skenarin rreth tij. Rift Valley shtrihet për kilometra në të gjitha drejtimet, një peizazh savane i spërkatur me akacie të përdredhura dhe baobab gjigant që duken sikur janë mbjellë me kokë poshtë nga ndonjë zot i hutuar. Temperatura është ende e ulët, mbase 15 gradë, dhe lagështia e natës ka lënë një shtresë të hollë vese mbi gjithçka. Në pak orë, termometri do të kthehet në mbi 35 gradë, duke e shndërruar çdo lëvizje në një ushtrim qëndrueshmërie. Dritarja e gjuetisë është e ngushtë. Duhet shfrytëzuar. Gudo ecën deri tek vendi ku mban mjetet e tij. Një hark prej druri mutateko, një pemë lokale, fibra e së cilës është mjaft fleksibël për t'u përkulur pa u thyer, por mjaft rezistente për të ruajtur energjinë si një sus e ngjeshur. Shkencëtarët që studiuan Hadzabe matën forcën e nevojshme për të tërhequr plotësisht këtë hark. 311 Newton. Kjo është e barabartë me afërsisht 70% të peshës trupore të një burri të rritur. Imagjinoni të mbani një thas cimentoje prej 30 kg me gishtat e një dore të vetme, duke e mbajtur pozicionin e qëndrueshëm ndërsa shënjestroni një objektiv në lëvizje në 30 metra distancë. Këtë bën Gudo çdo mëngjes. Shigjetat janë të organizuara në një enë të vogël lëkure. Ekzistojnë 3 lloje të ndryshme, secila me një funksion specifik. Shigjetat me maj druri të forcuar në zjarr shërbejnë për shpendët dhe kafshët e vogla. Shigjetat me maj metali të farkëtuar, të bëra nga gozhd dhe mjete të vjetra të shkëmbyra me fiset fqinje, funksionojnë për antilopat më të vogla. Por sot Gudo kërkon diçka tjetër. Ai përzgjedh shigjetat e helmuara, ato që mbajnë një substancë të zezë dhe ngjitse pikërisht poshtë majës metalike. Sot ai do të shkojë pas një deri të egër. Mendo për situatën për një moment. Një burr prej 60 kg i armatosur vetëm me një copë druri të kurbuar dhe disa shufra me maj, do të përballet me një kafshë që mund të peshojë 150 kg, të vrapojë me 48 km/h dhe zotëron dhëmb të kurbuar të aftë për të grisur mishin si thika kasapi. Dhëmbët e poshtëm të një deri të egër të rritur rriten të mprejtë si brisk dhe mund të arrijnë 15 cm gjatësi. Të sipërmit edhe më mbresëlënës arrijnë deri në 60 cm të meshkujt e vjetër, duke u kurbuar lart si shpata kockore. Një goditje e drejtpërdrejtë në abdomen mund të nxjerrë zorët e një qenieje njerëzore në sekonda. Si mundet dikush qoftë edhe ta konsideroj këtë mundësi? Përgjigjja qëndron te helmi. Hadzabe e quajnë panjuko substancën e nxjerrë nga trëndafili i shkretëtirës, një bimë mishtore me lule roz që rritet në pak vende rreth lago Eyasi. Procesi i prodhimit është i gjatë dhe i rrezikshëm. Së pari, degët e bimës priten dhe shtypen derisa të formojnë një tul të lagësht. Pastaj, ky tul shtrydhet për të nxjerrë lëngun qumështor që përmban glikozide kardiake, përbërës kimik që ndërhyjnë në funksionimin e zemrës. Lëngu më pas zihet ngadalë në një tenxhere balte derisa të gjithë uji të avullojë, duke lënë pas një mbetje të zezë dhe viskoze si katran. Hadzabe gjithashtu kanë zhvilluar një marrëdhënie të jashtëzakonshme me një zog të vogël hiri kafe të quajtur treguesi i mjaltit. Kur një gjahtar dëshiron të gjejë një zgjua, ai lëshon fishkëllima specifike ose godet trungjjet e pemëve me një ritëm të veçantë.
Zogu, duke I njohur këto sinjale, përgjigjet me thirrjen e tij dhe fillon të fluturojë drejt një zgjoje që ai vetë nuk mund ta hapë. Gjahtari ndjek zogin ndonjëherë për kilometra, derisa të arrijë te thesari I mjaltit I fshehur brenda një baobabi ose akacieje. Pasi përdor tymin për të qetësuar bletët dhe vjel mjaltin, gjahtari lë një copë dylli për zogun si pagesë. Ky partneritet midis njerëzve dhe shpendëve të egër ekziston prej aq shumë kohësh saqë të dyja speciet kanë zhvilluar sjellje specifike për ta lehtësuar atë. Asnjë kontratë nuk u nënshkrua. Asnjë ligj nuk u shkrua. Vetëm 40.000 vjet bashkëpunim reciprok krijuan një nga marrëdhëniet më të jashtëzakonshme midis njerëzve dhe kafshëve të egra në planet. Kjo mbetje formohet në toptha të vegjël që mund të mbarten për javë të tëra pa humbur fuqinë. Kur vjen koha për të gjuajtur, gjahtari e lag substancën me pështym, e zbut midis gishtave dhe e aplikon me kujdes rreth majës së shigjetës, pikërisht poshtë metalit. Helmi nuk vret menjëherë. Ai vepron mbi sistemin kardiovaskular të kafshës, duke shkaktuar së pari dobësi në këmbë, pastaj letargji progresive dhe në fund kolaps total. Varësisht nga madhësia e presë dhe saktësia e goditjes, ky proces mund të zgjasë nga 20 minuta në disa orë. Gudon një edhe një lloj tjetër helmi, të nxjerrë nga një bim tjetër e quajtur shanjo. Ky është edhe më I fuqishëm, por edhe më I rrallë dhe I vështirë për t'u gjetur. Vitet e fundit, me territorin e Hadzabe që po tkurret gjithnjë e më shumë për shkak të pushtimit të barinjve dhe bujqve nga fiset fqinje, shumë nga bimet e përdorura tradicionalisht janë bërë të paarritshme. Zona që Hadzabe pushtonin në vitet 50 ishte 3 herë më e madhe se ajo aktualja. Sot, mbeten vetëm disa dhjetëra mijëra hektar, dhe madje edhe këta janë në kërcënim konstant. Grupi I gjuetisë formohet në heshtje. Përveç Gudo, bashkohen edhe 3 burra të tjerë, duke përfshirë një adoleshent rreth 14 vjeç që po mëson teknika stërgjyshore. Nuk ka ceremoni nisjeje. Nuk ka fjalim motivues. Hadzabe nuk e shpërdorojnë energjinë me fjalë të panevojshme. Komunikimi ndodh përmes vështrimeve, gjesteve delikate dhe një mirëkuptimi të përbashkët që vjen nga dekadat duke jetuar, fjetur dhe gjuajtur bashkë. Ata nisen drejt një pike uji të njohur, ku gjurmët në balë tregojnë se derat e egër kanë vizituar gjatë natës. Stina e Thari I përqendron kafshët rreth pak burimeve të ujit që kanë mbetur, duke e bërë gjuetin më të parashikueshme, por edhe më të rrezikshme. Predatorët e dinë këtë. Edhe derat e egër e dinë. Çdo vizitë në vendin e pirjes së ujit është një lojë nervash ku çdo tingull I huaj mund të nënkuptojë ndryshimin midis shuarjes së etjes dhe shndërrimit në vakt. Gjahtarët lëvizin në formacion të shpërndar duke mbajtur distancë të mjaftueshme për të mbuluar një zonë të gjerë, por mjaftueshëm afër për të komunikuar me fishkëllima të ulta. Toka nën këmbët e tyre është një përzierje dheu të thatë dhe gurësh të lirshëm që kërkojnë vëmendje të vazhdueshme. Një hap I gabuar, një degë e thyrë në momentin e gabuar dhe e gjithë gjuetia do të komprometojë. Hadzabe kanë zhvilluar përgjatë mijë vjeçarëve një mënyrë ecjeje që shpërndan peshën e trupit në mënyrë të ndryshme, duke lejuar lëvizje pothuajse të heshtura edhe në teren të vështirë. Adoleshenti vëzhgon çdo lëvizje të më të rriturve. Ai nuk mori udhëzime verbale. Askush nuk u ul me të për të shpjeguar teorinë e gjuetisë. Mësimi ndodh përmes vëzhgimit dhe imitimit, një metodë që funksionoi në mënyrë perfekte për 400 shekuj pa nevojë për manuale apo salla mësimesh. Kur ai të bëjë një gabim, do ta kuptojë nga vështrimet e të tjerëve. Kur t'ia qelloj, do të marrë një tundje koke pothuajse të padukshme miratimi. Kjo është e gjithë edukata formale që I nevojitet një të riu Hadzabe. Pse kjo njohuri nuk u humb siç ndodhi me kaq shumë kultura të tjera rreth botës? Përgjigjja qëndron në strukturën sociale unike të Hadzabe. Ndryshe nga praktikisht të gjitha shoqëritë e tjera njerëzore, ata nuk zhvilluan hierarki. Nuk ka shef. Nuk ka këshill të pleqve me fuqi vendimmarrëse. Nuk ka pronë private në kuptimin tradicional. Çdo individ është I lirë të vijë e të ikë kur të dojë, të gjuajë ku të preferojë dhe të mos pajtohet me çdo propozim pa frikë nga ndëshkimi. Vendimet që prekin grupin merren me konsensus përmes diskutimeve të hapura ku zëri I një fëmije ka të njëjtën peshë teorike si zëri I një gjahtari me përvojë. Kjo barazi radikale shtrihet edhe në shpërndarjen e ushqimit. Kur një gjahtar vret një pre të madhe, ai nuk është pronari I atij mishi. E gjithë komuniteti ka të drejtë automatike për një pjesë. Vetë gjahtari mund të marrë një porcion identik ose edhe më të vogël se anëtarët e tjerë të grupit.
Kjo praktik, të cilën antropologët e quajnë ekonomia e dhuratës, eliminon çdo avantazh në grumbullimin e më shumë se sa është e nevojshme për konsum të menjëhershëm. Nëse nuk mund ta ruash, nuk ka kuptim të kesh më shumë. Nëse të gjithë marrin baras, nuk ka nxitje për konkurrencë shkatëruese. Grupi arrin në pikën e ujit rreth orës 8 të mëngjesit. Gjurmët janë të freskëta, ndoshta nga nata e kaluar. Gjurmë të thella në balë tregojnë kafshë të rënda. Formati karakteristik i thundrave, më të ngushta se ato të dërave shtëpiak, konfirmon se janë dera të egër. Gjahtarët pozicionohen në pika strategjike rreth zonës, pjesërisht të fshehur nga vegjetacioni i ulët dhe fillojnë pritjen. Gjuetia nuk është vetëm veprim. Gjuetia është kryesisht durim. Orët kalojnë ngadalë. Dielli ngjitet në qiell dhe temperatura rritet në mënyrë konstante. Hadzabe nuk sollën ujë me vete. Ata njohin bim, rënjet e të cilave ruajnë lëng dhe mund të përtypen në rast nevoje ekstreme. Njohin gjithashtu shenjat e dehidratimit dhe dinë saktësisht deri ku mund t'i shtyjnë trupat e tyre para se të komprometojnë aftësinë e reagimit. Kjo njohuri nuk vjen nga librat e fiziologjisë. Vjen nga brezat e përvojës së transmetuar nga babait e djali përmes shembullit të heshtur. Rreth mesditës, kur nxehtësia është tashmë pothuajse e padurueshme, adoleshenti vëren lëvizje në vegjetacionin në anën tjetër të vendit të pirjes. Sytë e tij të rinj janë më të mprehtë se ata të gjahtarëve më të vjetër. Ai ngrihet në vend, frymëmarrja e kontrolluar dhe lëshon një fishkëllim shumë të ulët që mezi dallohet nga era në gjethe. Të tjerët kuptojnë menjëherë. Një der i egër mashkull del nga pylli, i kujdesshëm si çdo kafshë që ka mbijetuar mjaftueshëm kohë për të zhvilluar plagë. Trupi i tij është i mbuluar me qime të errëta dhe të rralla, lëkura e trash e shënuar nga takimet e mëparshme me predator dhe rival. Lythat karakteristike që i japin emrin llojit, protuberanca të indit lidhor që mbrojnë syt gjatë luftimeve, janë mirë të zhvilluara, duke treguar një kafshë të pjekur. Dhëmbët e poshtëm shkëlqejnë me një ton të verdh fildishi të vjetëruar. Ky der i egër tashmë është përballur me luan dhe ka mbijetuar. Ka luftuar për femra dhe ka fituar. Ka shpëtuar nga kurthe dhe gjahtar më pak të aftë. Por kur nuk është përballur me gudo. Deri i egër i afrohet ujit me besimin e atij që dominon territorin e tij. Ai ndalon në buzë të vendit të pirjes, ngre feçkën për të nuhatur ajrin, rrotullon veshët në të gjitha drejtimet duke kërkuar tinguj të dyshim. Hadzabe mbeten absolutisht të palëvizshëm. Asnjë qerpik nuk lëviz. Disiplina trupore e zhvilluar përgjatë dekadave u lejon atyre të kontrollojnë edhe reflekset e pavullnetshme që normalisht do të denonconin praninë e një predatori në prirje. Ai mat distancën midis gjahtarit dhe pres. Afërsisht 25 metra. Shigjeta e helmuar e gudo, kur lëshohet me forcë të plot, arrin një shpejtësi prej 45 metra në sekondë. Kjo është më shpejt se shumica e makinave në një rrugë banimi. Energjia kinetike në momentin e goditjes sillet rreth 37 xhaul, mjaftueshëm për të depërtuar lëkurën e trash dhe për të arritur indin muskulor ose, me fat, ndonjë organ vital. Por shpejtësia dhe energjia nuk do të thonë asgjë pa saktësi. Deri i egër ul kokën për të pirë. Është momenti i cenueshmërisë maksimale. Syt mbeten përkohësisht të errësuar nga vetë struktura e kafkës, vëmendja e shmangur të akti i shuarjes së etjes. Gudo ngre harkun me një lëvizje fluide që duket sikur ndodh në kamera të ngadaltë. Korda tërhiqet derisa të prek faqen, muskujt e krahut, shpatullës dhe shpinës duke punuar në harmoni të përsosur. Shënjestra është instinktive, rezultat i mira përsëritjeve që nga fëmijëria. Shigjeta fluturon. Tingulli i goditjes është pothuajse i padukshëm, një përshpërim ajri të prerë që humbet në zhurmën e ambientit të savanës. Deri i egër nuk ka kohë të reagojë. Maja metalike godet anën e tij të djathtë, pikërisht pas këmbës së parë, duke depërtuar rreth 10 centimetra para se të ndalojë. Nuk është një goditje fatale. Nuk goditi zemrën as mushkërinë. Por nuk kishte nevojë të godiste. Helmi tashmë ka filluar punën e tij. Kafsha bën një kërcim refleks dhe nishat drejt vegjetacionit duke u zhdukur në sekonda. Gjahtarët nuk vrapojnë pas. Nuk kanë nxitim. Glikozitet kardiake tani po qarkullojnë në rrjedhën e gjakut të derit të egër, duke ndërhyrë në funksionimin e qelizave të muskulit të zemrës. Çdo rrahje e zemrës e përshpejtuar nga ikja shpërndan më shumë helm në organizëm.
Vrapimi vetëm sa e përshpejton procesin. Gudo ngrihet qetësisht dhe ecën deri në pikën ku shigjeta goditi kafshën. Në tokë, njollat e gjakut tregojnë drejtimin e ikjes. Ngjyra e gjakut, e kuqe e ndezur me flluska të vogla, sugjeron se shigjeta mund të ketë gërvishtur një mushkëri. Nëse është e vërtet, kafsha do të bjerë më shpejt. Nëse jo, mund të zgjas 1 ose 2 orë. Sidoqoftë, rezultati është i sigurt. Hadzabe ndjekin gjurmët pa nxitim duke biseduar ulët midis tyre. Adoleshenti bën pyetje për herë të parë duke treguar shenjat në tokë, degët e thyra, gjethet e njollosura me të kuqe. Më të vjetrit përgjigjen me shpjegime të shkurtra, demonstrime praktike, korrigjime delikate. Kjo është salla e mësimit. Ky është kurrikula. Gjak dhe gjurmë dhe heshtje. Pas afërsisht 40 minutave ecje, gjejnë derin e egër të shtrirë në një shkure, frymëmarrje e rënduar, sytë e ngrirë. Helmi kreu funksionin e tij. Kafsha është ende gjallë, por nuk ka më forca për të ikur ose sulmuar. Gudo i afrohet me respekt. Nuk ka mizori në vështrimin e tij, vetëm njohja se kjo krijesë është gati të shndërrohet në jetë për komunitetin e tij. Goditja finale është e shpejtë dhe e saktë. Një thik metali, gjithashtu e marrë me shkëmbim nga fiset fqinje, përshkon jugularin e kafshës, duke i dhënë fund vuajtjes së saj në sekonda. Gjaku që rrjedh mblidhet në një grop të bërë në vetë tokën. Asgjë nuk do të shpërdorohet. Ajo që ndodh më pas zbulon më shumë për Hadzabe se sa çdo përshkrim i teknikave të tyre të gjuetisë. Mëlçia hiqet e para dhe piqet menjëherë mbi një zjarr të improvizuar. Ky është i vetmi moment kur gjahtarët hanë para se të çojnë ushqimin në kam. Mëlçia është e pasur me lëndë ushqyese që duhet të konsumohen të freskëta, dhe tradita përcakton se gjahtarët kanë të drejtë për këtë pjesë si njohje për përpjekjen e gjuetisë. Por edhe këtu, ndarja është e barabartë. Secili nga 4 burrat merr një copë me të njëjtën madhësi, pavarësisht se kush e lëshoi shigjetën fatale. Kufoma më pas përgatitet për transport. Lëkura hiqet me kujdes për t'u përdorur më vonë si material për rroba, litar dhe enë. Organet e brendshme ndahen në kategori. Disa, si zemra dhe veshkat, do të ndahen midis të gjitha familjeve të kampit. Të tjerat, të quajtura epeme, janë të rezervuara për rituale specifike ku vetëm burrat e rritur të inicuar mund të marrin pjesë. Mishi pritet në copa të menaxhueshme dhe shpërndahet midis gjahtarëve për t'u mbajtur mbrapsht. Pesha totale e derit të egër të vrarë është afërsisht 70 kg, pasi zbriten të brendshmet dhe gjaku i humbur. E ndarë midis 4 burrave, secili mban rreth 17 kg mbi shpinë gjatë disa kilometrave të kthimit në kam. Adoleshenti mban një pjesë më të vogël, por ende domethënëse. Nuk ka ankesa. Nuk ka negociata. Secili merr përsipër pjesën e tij të punës sikur të ishte gjëja më e natyrshme në botë. Si mbjetoj kjo kulturë e ndarjes absolute kur kaq shumë shoqëri të tjera zhvilluan pronën private, klasat sociale dhe akumulimin e pasurisë? Përgjigjja mund të qëndrojë në mjedisin ku jetojnë Hadzabe. Në një savan ku temperatura mund të varjojë 30 gradë në një ditë të vetme, ku shiu mund të mungojë për muaj të tërë, ku predatorët përgjojnë në çdo kaçuk bari, mbijetesa individuale është praktikisht e pamundur. Edhe gjahtari më i aftë kalon shumicën e ditëve pa marrë asgjë. Edhe mbledhësja më me përvojë ndonjëherë kthehet duar bosh. E vetmja formë për të garantuar që askush të mos vdes nga uria është të garantosh që të gjithë të ndajnë gjithçka. Antropologët vërejtën se Hadzabe më të suksesshëm në gjueti nuk marrin asnjë avantazh riprodhues mbi ata më pak të aftë. Të kesh më shumë fëmijë, të grumbullosh më shumë partnere ose të jetosh më gjatë nuk është e lidhur me sasinë e mishit që një burr sjell në grup. I vetmi përfitimi të qenit një gjahtar i mirë është respekti i të tjerëve, një monedhë sociale që nuk mund të ruhet, të merret hua ose të trashëgohet. Grupi arrin në kamp në fund të pasdites. Gratë dhe fëmijët janë mbledhur tashmë, duke përgatitur zjarret dhe duke organizuar tuberkujt dhe frutat e mbledhura gjatë ditës. Mbërritja e mishit shkakton një reagim të përmbajtur kënaqësie, por askush nuk shfaq eksitim të tepruar. Hadzabe e konsiderojnë mburjen emocionale, po aq të papërshtatshme sa mburjen materiale. Gëzimi ekziston, por shprehet në formë diskrete. Shpërndarja fillon menjëherë. Çdo familje rezidente në kamp, afërsisht 10 bërthama të formuara nga të rriturit dhe fëmijët e tyre, merr një porcion mishi. Procesi nuk mbikëqyret nga asnjë autoritet.
Gratë thjesht afrohen, vlerësojnë çfarë është në dispozicion, marrin atë që e konsiderojnë të drejtë dhe largohen për të përgatitur vaktin e familjes së tyre. Nëse dikush do të merrte më shumë se sa duhet, do të ishte shënjestër e thashë themeve, talljeve dhe eventualisht ostrakizmi. Ky presion social është po aq efikas sa çdo ligj i shkruar. Fëmijët hanë të parët. Jo sepse ekziston një rregull formal që e përcakton këtë, por sepse në një shoqëri ku të gjithë varen nga njëri tjetri, të garantosh që më të cenueshmit të jenë të ushqyer është thjesht e qartë. Të moshuarit që nuk mund të gjuajnë më ose të mbledhin, marrin porcione identike me ato të rriturve produktiv. Askush nuk braktiset sepse është bërë më pak i dobishëm. Komuniteti mban antarët e tij më të dobët në të njëjtën mënyrë si antarët më të fortë mbajnë mishin e gjuetisë. Konsideroni kontrastin me shoqërinë moderne. Në qytete ku ushqimi tepron në raftet e supermarketeve, miliona njerëz flen me uri sepse nuk kanë para për të blerë atë që u nevojitet. Në vende ku teknologjia lejon prodhimin e më shumë ushqimeve se kurrë, fëmijë vdesin nga kequshqyrja ndërsa të rriturit hedhin ushqimin në plehra. Hadzabe, me kasollet e tyre prej bari dhe shigjetat e tyre të helmuara, zgjidhen një problem që shoqëritë më të përparuara të planetit ende nuk kanë arritur ta zgjidhin. Nata bie mbi lago e Yasi. Zjarret ndriçojnë fytyrat e Hadzabe ndërsa bisedojnë, hanë dhe eventualisht këndojnë këngë, tekstet e të cilave u kompozuan para se të ekzistonte çdo gjuhë e shkruar. Rituali e peme do të ndodhë në disa net, kur hëna nuk do të jetë e dukshme në qiell. Burrat do të veshin kapele me pupla struci dhe do të kërcejnë në ritmin e rakëtkeve të lidhura në kyçet e këmbëve, duke thirrur shpirtrat e paraardhësve ndërsa gratë këndojnë si përgjigje. Shkenca moderne zbuloi diçka magjepsëse për Hadzabe në vitet e fundit. Sistemi i tyre tretës strehon një diversitet të baktereve të zorrëve që të i kalon çdo popullsi urbane të studiuar. Kjo mikrobiot e pasur e ushqyer nga më shumë se 100 gram fibra që konsumojnë çdo ditë përmes tuberkujve dhe frutave të egra, mund të shpjegojë pse Hadzabe praktikisht nuk vuajnë nga sëmundjet metabolike që shkatërrojnë botën e industrializuar. Obeziteti, diabeti i tipit 2, sëmundjet e zemrës, sindroma e zorrës së irrituar, të gjitha këto janë praktikisht të panjohura midis njerëzve që jetojnë në formën më të vjetër që njerëzimi njeh. Për ta vendosur në perspektivë, personi mesatar në vendet e zhvilluara konsumon rreth 15 gram fibra në ditë. Hadzabe konsumojnë 10 herë më shumë. Kjo është e barabartë me ngrënien e 50 tasave me drithëra mëngjesi çdo ditë. Kjo sasi e jashtëzakonshme fibre ushqen triliona baktere të dobishme që në këmbim prodhojnë përbërës thelbësor për shëndetin e zorrëve dhe të gjithë trupit. Kur shkencëtarët krahasuan mikrobiomën e Hadzabe me atë të italianëve urban, gjetën ndryshime aq të thella sa dukej sikur po shikonin dy specie të ndryshme. Më intriguese ende është variacioni sezonal. Gjatë stinës së tharë, kur Hadzabe hanë më shumë mish gjuetie, bakteret të caktuara praktikisht zhduken nga zorët e tyre. Kur vjen stina e shirave dhe dieta ndryshon në më shumë fruta dhe mjalt, këto po ato baktere kthehen sikur të mos ishin larguar kurrë. Mikrobioma Hadzabe është një ekosistem i gjallë që i përgjigjet mjedisit në të njëjtën mënyrë si savana rreth tij i përgjigjet shirave. Asgjë nuk humbet përgjithmonë. Gjithçka mund të rikuperohet nëse rivendosen kushtet e duhura. Studiuesit nga Stanford dokumentuan se kur njerëzit nga shoqëritë e industrializuara kalojnë vetëm 3 ditë duke ngrënë si Hadzabe, diversiteti i baktereve të tyre të zorrëve rritet deri në 20%. Mikrobioma njerëzore, ky ekosistem i triliona organizmave që jetojnë brenda nesh, duket se kujtohet se si ishte të ushqehej në mënyrën e duhur. Bakteret që humbën përgjatë 10.000 vjetëve të bujqësisë dhe industrializimit nuk u zhdukën plotësisht. Ato thjesht po presin kushtet e duhura për t'u kthyer. Por Hadzabe nuk kanë kohë të shqetësohen për mikrobiomat ose diversitetin bakterial. Shqetësimi i tyre është më i menjëhershëm. Çdo vit, territori i tyre tkurret edhe pak më shumë. Barinjtë e fisit Datoga sjellin gjedhë për të kullotur në tokat që Hadzabe përdornin për të gjuajtur. Bujqit e fisit Iraq shpyllëzojnë zona të pyllit për të mbjellë misër dhe fasule. Qeveria tanzaniane, pavarësisht se u ka dhënë të drejta zyrtare mbi 57.000 akra tokë në vitin 2011, nuk arrin të ndalojë pushtimin e vazhdueshëm. Të rinjt Hadzabe po dërgohen në shkolla ku mësojnë suahilisht, anglisht dhe matematik, por nuk mësojnë të identifikojnë gjurmët e derit të egër ose të përgatisin helmin e shigjetës.
Turistët mbërrin me xhipa në orën 6 të mëngjesit për të parë gjuetit të akruara dhe valle tradicionale të realizuara në orare të përshtatshme. Paratë që ata paguajnë rrallëherë arrin në duart e vet Hadzabe, duke mbetur te operatorët turistik dhe punonjësit e qeverisë. Dhe bashkë me paratë mbërrin pijet alkoolike që kur nuk ishin pjesë e dietës tradicionale dhe që po shkaktojnë probleme të rënda varësie në disa komunitete. Pas 50 vjetësh, mbase më pak, Hadzabe siç i njeh Gudo mund të mos ekzistojnë më. Fëmijët e tyre mund të jenë duke punuar si guida turistike ose roje sigurie në hotele luksoze të ndërtuara për vizitorët që duan të provojnë Afrikën e egër pa shqetësimet e të jetuarit vërtet në të. Gjua hadzane, me klikimet e saj unike që nuk lidhen me asnjë gjuhë tjetër të njohur në planet, mund të mbijetojë vetëm në regjistrimet e studiuesve. Teknikat e prodhimit të helmit, të gjurmimit të pres, të leximit të sjelljes së kafshëve mund të humbasin përgjithmonë. Kur dielli zbret mbi lago Eyasi dhe Hadzabe ndajnë mishin e derit të egër rreth Fogueirës, diçka ndodh që asnjë teknologji nuk mund ta replikojë. Nuk ka hierarki në ndarje. Gjatari që vrau kafshën merr të njëjtin porcion si i moshuari që mbeti në kam. Fëmia ha para luftëtarit. 40.000 vjet urtësi të kondensuar në një gest të thjeshtë, askush nuk ha vetëm ndërsa një tjetër ka uri. Mbase trofeu i vërtet i kësaj gjuetie nuk është deri i egër. Është kujtesa se njerëzimi dikur ka ditur të jetojë në një formë tjetër. Se ka ekzistuar një kohë dhe ende ekziston një vend ku suksesi i një njeriu nuk matet me atë që ai grumbullon, por me atë që ai ndan. Hadzabe nuk gjuajnë për t'u pasuruar. Gjuajnë që të gjithë të jetojnë edhe një ditë më shumë. Dhe nesër, para se dielli të lindë, Gudo do të zgjohet përsëri. Pa orë me ziles. Pa garanci. Vetëm me sigurinë se përderisa ka një Hadzabe me një hark në dorë, 40.000 vjet histori vazhdojnë të marrin frymë.